Mendoj që në raport me interesin kombëtar është një përgjithshmëri e plotë se si elita politike në Kosovë, veçanërisht elita politike shqiptare, nuk arrin akoma që të ndërtojë institucione funksionale kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme. Edhe mendoj që kjo po i kushton Kosovës jo vetëm në raport me planin e rritjes ku po humbet kohë dhe mundësi për të thithur para të cilat janë të nevojshme për modernizimin e infrastrukturës, administratës publike, luftës kundër korrupsionit dhe zhvillimin ekonomik, por nga ana tjetër unë mendoj që A ju duket mos kokçare kjo? Nga ana tjetër unë mendoj që po ushqehet një tezë e kahershme e Serbisë, e cila thotë se shqiptarët janë të paaftë të ndërtojnë shtet, dhe mendoj që kjo është e pafalshme për elitën politike në Prishtinë të tregojë një mungesë përgjegjëshmërie dhe vizioni në një moment delikat, siç po e diskutojmë, besoj. Ndërsa nga ana tjetër mendoj që trysnia që ushtrohet nga faktori ndërkombëtar është pa diskutim një komponent i cili ka luajtur rol në të shkuara në Kosovë, por mendoj që në të njëjtën kohë ka krijuar një lloj varësie të elitës politike në Prishtinë nga komiteti ndërkombëtar dhe nga ndërhyrjet ndërkombëtare, dhe mendoj që kjo varësi nuk është e shëndetshme, prandaj do duhet që elita politike këtu të ndërmarrë akte në mënyrë autonome, të pavarur, sepse ata janë përgjegjës për ta quar përpara interesin kombëtar, për ta forcuar edhe më tej shtetin e Kosovës. Dhe nëse këta nuk janë në gjendje të marrin vendime në interes të shtetit Kosovës pa ndihmën, presionin apo asistencën e komitetit ndërkombëtar, atë do të thotë që ne në fakt nuk kemi qenë gjendje të ndërtojmë institucione funksionale. Zoti Gjeta, ne në historinë më moderne të shtetit shqiptar kemi parë edhe së fundmi viteve të fundit blokada, bojkotet ndryshme të zgjedhjeve të kuvendit të Shqipërisë. Kemi parë edhe këtu në Prishtinë për vite tëra blokada ngërçe të caktuara kushtetuese, shpeshherë edhe të kuptueshme sepse kjo është demokracia, nuk është perfeksion natyrisht, por kjo që po shihni në Kosovë, në çfarë ju ngjason? Dhe a shihni, ju thatë është pa përgjegjëshmëri, por vërtet a ju duket që ka një mos kokçarje për mënyrën se si menaxhohet shteti, pra, nga gjitha forcat, një mungesë ndjenje dhe patriotizmi le ta quajmë, sepse institucionet dhe funksionimi i tyre është edhe ndjenjë patriotike në fundit, apo jo? O mendoj që fatkeqësisht historia jonë politike, kur flas për historinë tonë politike, flas për historinë politike gjithë aktorëve shqiptarë në rajon, ka treguar në vijimësi se liderit politik shpeshherë kanë vendosur fatin e tyre politik mbi interesin kombëtar, dhe mendoj që aktet e fundit në Prishtinë, ku ka një mungesë vullneti për të funksionalizuar kuvendit dhe mandaj qeverinë, tregon se interesat e ngushta politike po vendosen mbi interesat kombëtare, dhe mendoj që kjo nuk është në ndihmë të çështjes së shtetit Kosovës.